Tregu i kombimit valutor i njohur me emrin Forex është tregu global ku kombehen monedha të vendeve të ndryshme, tashmë një realitet i njohur për botën. Eksperti në fushën e Forexit Vigan Morina, i ftuar në emisionin e mëngjesit ama mirë këtu a atje në televizionin Syri e Top Radio, është shprehur se nuk është e domosdoshme që të ketë shumë të mëdha për inkuadrim në Forex, nga se aftësia është ajo çka vlen më shumë. Nuk duhet me pas shumë të mëdha për shkak se qëtash unë edhe vetë jam të ndërtu kanaldale një projekt, është në fazat fillimit, që jam edhe vetë të i financu tregtar që janë sukseshëm, a fjalla që e kanë dëshmu vetën edhe kanë statistika reale, në më thonë në MyFXbook ose dikon, është e platforma që i vetë i kanë. Kështu që një farforme nuk vyn qatë shumë sa kujtojnë njerës. Dhe më këtu vyn aftësia, këtu paguhet aftësia, se parën këtë treg ka sa dush. Thjesht vyn njeri që din mirita ato dhe nuk din merate poshtë. Tutje Morina ka treguar edhe një formë të shpesht të mashtrimit në Forex. Një formë e shpesh është kur brokeri, vendi ku i regjistruti, si me thonë banka ku i regjistruti, brokeri ty ta imponon, t'imponon thot hin traktati këtu. Ai nuk ka drejt ligjore, do më thonë ty me t'imponu çka ti me vendos me traktu. Morina ka bërë të ditur se Forex në krahasim me kripton është më i sigurt e më stabil. Kripto është dek tjetër, Forex është dek tjetër, po Forex është në përgjithësi më stabil, më i sigurt, më nuk ka fitimet të larta në krahasim me kripto. Se në kripto shumica vëllezën me nafak, një pjesë e madhe vëllezën me nafak, realisht, ama për shembull tregtimin Forex ti a ke pa euro dollari 1.20 është në kohën, ai nuk bëhet 1.20 dhe më bën 1.3 ose një herë 5, herë 10, nuk bëhet. Eksperti në fushën e Forexit bëri të ditur gjithashtu se në këtë botë është e rëndësishme që të investoni aq sa keni llogari të humbni. Investimet e para, kur s'keni eksperiencë, përdorni qatë sa keni llogari me humb. Për nëse 50 euro, 100 euro nuk ju dëmtojnë në xhepin, në rutinën tonë editore, investoj qatë. A vetëm mos sen çikja, se do një çdo mësim e pagun këto, çdo mësim e pagun. Morina mes tjera shpreh se është e rëndësishme që në këtë pjesë të punohet me mençuri, sepse shumë të mëdha mund të zhduken brenda minutës.